Përshëndetje goca, si u kam, uroj që t'jeni sa më mirë. Ja ku takohemi përsëri së bashku, por pak më ndryshe këtë herë. Jam pozicionuar në një prej këndeve të shtëpisë time, komode e qetë. Ky është këndimi i preferuar sepse mbrapa kam bibliotekën dhe aty kam vendosur librat që më kanë ndihmuar në periudha të ndryshme të jetës sime. Kam librat e universitetit, disa prej tyre, jo të gjithë, të cilët më kujtojnë atë të cilën unë kam studiuar, jam munduar, sepse nuk është vetëm shkolla në vetvete, por kush ka studiuar sidomos larg familjes, i di sakrificat, ja di vlerën. Dhe ky është këndimi i preferuar, por jo vetëm për këtë arsye, unë gjithmonë dhe në jetën e përditshme ose kur jam në një bar, në një restoran, mundohem që të gjej disa pozicione të veçanta. Nuk e di, dua të jem atë rehatin tim, atë komoditetin tim. Tani jemi këtu sepse të flasim. Sa herë që në vlogjet e mia do të më shihni mua të ulur dhe të pozicionuar këtu, rehat do të thotë që do flasim. Do flasim sepse kam diçka për t'ju treguar dhe për ta ndarë me ju dhe besoj se kjo është një ndër mënyrat më të mira për ta bërë. Tani unë kisha, kur kam hap këtë kanal, synimi kryesor ka qenë dhe është dhe do të mbetet krijimi i një komuniteti vajzash dhe djemtë janë të mirëpritur sigurisht, një komunitet që do të rritet së bashku, do të mësoj, do të përmirësohet dita ditës, do të eksperimentoj gjëra të reja, do të diskutojmë tema të ndryshme, por ky komunitet do të ketë hapësirë për të gjithë dhe të gjithë do të ndihemi të njëjtë. Do të kemi liri mendimi, liri shprehje, brenda limiteve të caktuara dhe sigurisht duke respektuar njëri tjetrin. Dhe kështu nisi ideja e këtij kanali, ashtu dhe në lidhje sigurisht ky projekt i ri është në lidhje me është një vazhdim, le të themi, e projekteve të mia të mëparshme që do t'i flasim këtu hap pas hapi. Kur e hapa këtë kanal dhe kisha këtë ide, sigurisht që e shpërndava edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe Facebook. Dhe aty gjeta mbështetjen e shumë grave dhe vajzave. Disa prej tyre besuan në këtë projekt dhe më kanë dërguar mendime, ide, letra, histori nga jeta e tyre dhe sigurisht disa kanë vendosur që të shfaqen dhe disa të tjera jo. Sigurisht do të respektojmë vendimin e të gjithëve. Jo çdo njeri ka dëshirë të jetë një fytyrë publike, jo çdo njeri ka dëshirë që hallin e vet, eksperiencën e jetës së vet, qoftë e mirë apo e keqe, ta shpërndaj ndoshta po, por jo të shfaqet. Kështu që ne do t'i ruajmë anonim. Emrat e këtyre individëve, e këtyre grave, vajzave të mrekullueshme, ajo që na intereson është historia, është kontenti, është fenomeni, është ideja, është ngjarja. Pra, këto janë ato që ne na interesojnë. Sigurisht që unë i mirëprita këto ide dhe disa prej letrave që ato kanë shkruar dhe mi kanë dërguar, dhe si fillim mendova që pse jo t'i shpërndaj dhe me vajzat e komunitetit, e grupit. Por pastaj dhe gjatë një live-i që kam realizuar, një prej vajzave që unë e përshëndes shumë, Lea, në mos gaboj emrin, kërkoj falje nëse kam gabuar, më pyeti, Jorida, pse nuk bën, a ke ndërmend që të bësh një rubrik dhe të lexosh këto letra që t'janë dërguar, që t'janë adresuar. Në fakt unë kam pasur si ide, por gjithmonë kam pasur atë merakun se nuk do të dërgoj askush, nuk do ta përkrah askush. Gjithmonë kam qenë pak skeptike për sa i përket projekteve, iniciativave të reja dhe gjithmonë kam dashur pak shtyz nga mbrapa në përgjithësi. Por këtë radhë vendosa që t'i besoj instinktit, intuitës time dhe atij grupi që unë kam krijuar. Dhe vendosa që të hap një rubrik që do t'jetë një herë në javë, ku unë do të lexoj letrat
mendimet, historitë, përjetimet e vajzave që më kanë dërguar tani më këto shënime, këto letra, këto ide, dhe njëkohësisht ju ftoj kush ka dëshirë që të dërgoj historinë e vet, dhe unë sigurisht për personat që nuk dëshirojnë të shfaqen, do t'i ruaj absolutisht, do t'i lexoj ato pa një emër, pa një adresë, thjesht të them që është letra e një vajze, apo e një djali, e një motre, një bashkëshorti, një nënë e të tjerë. Do t'jenë anonim pra. Do të ruajmë privatësinë e tyre, absolutisht. Ky projekt, si çdo projekt i mëparshëm, është për të ndihmuar personat, cilat do qofshin ato, dhe absolutisht jo për t'i dëmtuar. Mbase disa prej jush që nuk më kanë ndjekur që prej fillimeve të mia, unë jam aktiviste e të drejtave të njerëzit prej 10 vitesh, kështu që gjithmonë jam angazhuar edhe më herët pra, dhe vazhdoj të angazhohem në kauza që kanë të bëjnë me të drejtat e njerëzit, me të drejtat e fëmijëve, të grave. Kryesisht jam marrë me të drejtat e grave dhe të drejtat e emigrantëve, por absolutisht jam e hapur për çdo lloj iniciative dhe kauze kur bëhet fjalë pra për të drejtat e njerëzit në përgjithësi, në Shqipëri, në Evropë, në mbar botën. Tani, për të mos u shkëputur nga ideja jonë, unë kështu kam vendosur të bëj, pra një herë në javë gjatë takimeve tona, unë do të lexoj një letër ose një ide ose diçka që më ka ardhur, dhe sigurisht që kam dëshirë që të mirëpres dhe të vinë të tjera letra, por sigurisht që kam përgatitur dhe një broshurë ku kam vendos adresat e mia dhe adresën e emailit, sepse jo çdo njeri është i përhapur, pra ka rrjete sociale, është disponibël në çdo rrjet social, në Facebook, Instagram, TikTok e tjerë, por ka një adresë emaili, kështu që unë do të vendos, pra do t'ju lë këtu poshtë, diku këtu foton me ose adresat e mia, nuk ka rëndësi. Mund ta vendos broshurën, por mund të kem dhe mund të vendos dhe thjesht adresat e mia, pra të emailit, të Facebookut, të Instagramit, aty do të më gjeni dhe sigurisht mund të më kontaktoni. Por me thjesht do të ishte në një adresë emaili për ta nisur letrën. Nëse për ju është më e thjesht të dërgoni këtë letër ose këtë ide në rrjetet e tjera sociale, jeni të mirëpritur. Tani do të thoni ju çfarë do të shkruajmë ne, çfarë do të nisim ne. Çdo gjë. Dikush mund të dojë të tregojë historinë e jetës. Dikush mund të na japë ide për të rritur dhe përmirësuar. Dikush tjetër mund të na tregojë një projekt që ka realizuar, që ka ndihmuar dikë tjetër. Pra, dikush mund të na shkruajë një dëshirë që ka dhe kërkon prej nesh një ide ose një mendim. Pra, unë e kam menduar dhe dëshiroj të realizoj në këtë formë, sepse i tillë është komuniteti. Në komunitet të gjithë duhet luftojmë për të mirën e përbashkët, sigurisht pa gjykim dhe pa paragjykim, por në të mirën pra në të mirën e përbashkët. Ne të gjithë do të ndihmojmë me aq mundësi sa kemi. Kështu, pra, kjo është ajo që unë kam menduar. Ky projekt do të funksionojë, sidomos sot bota online ka marrë goxha përparësi. Unë fakt këtë projekt e kam realizuar jo online, por e kam realizuar me një komunitet grash në Milano. Në atë kohë unë sapo kisha mbërritur në Itali, kështu filloj t'ju tregoj disa copëza dhe të projekteve të mia dhe të jetës time. Dhe atë vit që kisha mbërritur, sigurisht që ndjeja nevojën, ekzigjencën për të bërë diçka për veten time, dhe pse jo që t'i hynte në punë dhe dikujt tjetër. Kështu që vendosa të hap një klasë që më pas u bë një mini shkollë, një shkollë e vogël për gratë emigrante, dhe aty unë punoja si
mentore, animatore e kulturës dhe gjuhës italiane, që do të thotë që unë nuk isha një mësuese gjuhës italiane, një mësuese mirëfill, por ndihmoja këto gra të gjenin kanale komunikimi, pra të komunikonin dhe të përshtateshin si në aspektin e gjuhës, por dhe të integroheshin në vendin ku ato jetonin, në rastin konkret Italia, shteti italian. Dhe këtë gjë e kemi bërë sepse ne 2 herë në javë kishim një rubrikën tonë, kafe së bashku, ku ndanim një kafe ose një çaj dhe konsumonim dhe ato historitë për ditëshmërinë tonë. Nga aty pastaj lindi ideja për të treguar secila prej nesh një historinë e jetës ose eksperiencën e saj, qoftë në punë, qoftë në shoqëri, qoftë në familje. Pra lindi ideja për ta bërë këtë projekt së bashku dhe më vonë pastaj u finalizua ky projekt nga ana ime dhe nga ana e të gjitha palëve, sepse u përfshin pastaj dhe shkolla të emigrantëve të tjerë, të qyteteve të tjera, pra të vendeve të tjera, dhe shkruam një libër që titulloi Historia ime është dhe historia jote. Kështu që ky projekt që unë dua të bëj tani e ka zëna fillun diku, ka qenë i realizuar diku tjetër, por që unë dua ta sjell tashmë në një format më të gjerë, sepse bota online ta ofron këtë mundësi dhe pse jo ta shfrytëzojmë. Unë gjithmonë kam menduar dhe mendoj se rrjetet sociale, këtë mundësi që ta ofron sot teknologjia dhe bota online, duhet të shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë të mundshme për të realizuar diçka të bukur që do të përmbushë nevojat, realizojë nevojat tona, por dhe të dikujt tjetër. Pra, duhet kemi një qëllim dhe një objektiv të caktuar, por njëkohësisht duke ju përshtatur asaj që kërkon pra sot, bota sot, teknologjia sot, globalizimi e tjera. Kështu vajza, pas zgjatur shumë, unë doja të dija një mendimin tuaj në lidhje me këtë. Dhe si mendoni, pra mund të realizojmë pyetja e parë, sepse unë mund të kem një ide, por asnjë ide, asnjë projekt mendoj unë nuk mund të realizohet i vetëm, pa mbështetjen, pa një grup që të mbështet, që të përkrah. E para, si u duket? Ajo duket e realizueshme si ide, si projekt? Dhe e dyta, si mund ta realizojmë? Pra ideja ime ishte një herë në javë që ju mund të më dërgoni në adresën e emailit këto histori apo mendime, dhe pastaj të lexojmë dhe të diskutojmë së bashku. Në qoftë se ju dini në një mënyrë tjetër ose diçka tjetër në lidhje me projektin, jeni të mirëpritura në komente ose gjatë takimeve tona që ti diskutojmë. Kjo ishte për sot. Unë ju falenderoj që më keni ndjekur dhe kush ka arritur deri këtu, dhe faleminderit akoma shumë se bëj shaka, faleminderit gjithmonë për mbështetjen. Do ju lutesha pra që të linit mendimin tuaj tek komentet. Ju përqafoj fort të gjithëve dhe ju uroj më të mirat dhe një mbasdite, sepse këtu tani është mbasdite, një mbasdite dhe mbrëmje sa më të këndshme. Shihemi!